ndryshe në Top Albania Radio. Kënga shumë e bukur, pavarësisht se këto reklamat i heqin çika atë, po kënga shumë e bukur vërtet. E me vërtet si lindi, si erdhi, si e sollët këtë projekt në finalitet? Nuk lindi, ishte aty. Ishte aty. Ishte lindur. Ishte 18 vjeç. Ishte në sirtar. Jo, ka shumë këngë aty dhe unë në te repertori ka gjithë për mendimin tim shumë të bukura. Që kanë pas të suksese dhe po kjo i rinde më mirë case për fillim. Po. Të tjerat kanë dimensione, janë çik pak më të vështira, ky i rinde shumë bukur. Ma Sabian bënin çik kështu refren, kam çik shefun ta kapela në studio gjithmonë, ja kërkoj artistëve. Të mos ke pran, që 5 vjet nga jeta ti ka marrë, jo zveroj do të mos ke pran. Por s'kam guxim të te më fal. Unë jam derdej. Gjumi dhe ka për tekstin. Kam bërë kafe. Po kjo është këngë e vjetër, realisht e ka pas reorkestruar me Kristi Popën dikur. Kristi Popa. Super artist Kristi. Ka bëhet Kristi? Kështu kam dëgjuar orkestrimin e vjetër. Dhe pse ta ndryshoj se shumë e bukur. Edhe ke lënë atë? Desin Kristin mjeshta. Por e sonë ndryshe i shton disa gjëra. Di që ka bëhet Kristi, nuk e kam parë. Nuk kam informacion, po di që ka qenë artistët më të mirë që ka pas Shqipëria. Absolutisht. Atëre, ai ton. Është po. Nuk e di aktivitet. Tani, sido që tjetë, ne po vjetërohemi edhe artistë rinj po dalin. Ti mendon që koha kalon koha, po shpirti edhe arti gjithmonë ngrihen tek një artist i formuar. Nuk bie. Domethënë ti mendon që ka kohë për dhënë? Shumë. Jo unë. Po gjithë që janë artistë talentuar dhe që kanë dhënë dikur, kanë potencial. Varet më saj se si e shprehin ata. Po dikush është e hequr, dikush. Çfarë bën ti për të qenë koherent, sepse për shembull, po ndihmon shumë prezenca e Casey. Që e modernizon, e vështat pak. Rri me djalin e vogël shumë, mundon të jem shumë aktiv me fëmijët. Jam i rrethuar nga rini thuaj. Po, e rrethoj vetë vetëm nga rini. Ashtu. Po sa aktiv je ti me fjalë, ti mendon që do nxjerr këtë këngë masi muaji, do bësh ke planet artistike, ke plane artistike? Ke fuqi. Do bëj shumë remake nga këngët e vjetra, që janë shumë bukura, të rikthej. Jo, është në mod ti rikthjellësh. Të rikthesh në është në mod, por jam dhe fort artistikisht, ndihem mirë. Sabia nuk kam një tjetër pyetje duke mbetur këtu. Është të rikthej gjitha. Por duke futur gjithmonë këngë të re. Jo, për pyesja, duke folur për karrierën tënde, cila është sipas teje epoka jote e artë në muzikë? Cilat kanë qenë ato vite që bumi i yt? Kë ke konsideruar ti një periudhë super suksesshme? Së vërtetës janë 10 vjeçar, ka filluar Ndimishin, ka qenë Pullaci, ka qenë me Bullgare që kanë pas duetin atëherë diku. Ka pas dhe shumë balada, kanë pas për me gjithë Gjoni në Top Fest. Po, në Top Fest. Ka pas vetë kënë Top Fest, mos u afro që në Tu Best Man. Baladat i këtë bukra, Jerzauri. Kurse në bazë në 2010 në pësaj fillua prapë me Marcelin e Vogën që bëra ka një repertor të që pushtuam tregun në kontër-kombëtar, jo më edhe shqiptar. Tani në 10 vjeçarin e fundit, tulla me Big Brother prapë e para. Kështu që ja 3 milion do t'i hau. Ja 30 vjet më kemi mo. A du 30 vjet? Do të Sabian i futet Big Brother tjetër. Më keni mo. Big Brother i pip. Se Big Brother të riktheu fuqishëm në treg. Po shko. Ishte tip travelin. Jo në treg, se kështu është shumë vulgare këtë term treg, se jemi do marrë. Ti aty që shëndoje, me jo. Të rikthehen në vëmendje dhe në tregun publiku nëse tregun muzikal, s'po them unë tregu fruta perike. Po shojmë. Në treg. Po treg. Do të thotë ato molde mira në fillim dhe fundit, këto në fillim. Po jo në treg, thuhet në treg muzikal. Nëse. Që ti vën bulën. Po. Kur të njohin njerëzit karakterin, personalitetin është shumë herë më mirë. Sepse edhe ata që dikur ty kanë parë me vetëm në këngë, kanë dashur muzikë, vetëm në këngë. Ndoshta nga luku, nga si njeriu krijon edhe simpati nga gjitha, po, nga gjitha lukut. Më kanë ndihmuar se kam treguar Sabianin e vërtet aty si personazh. Ka dhe njerëz që dashurojnë vetëm me personazh. Se nuk e ribën ti këngën Tullaci.
Do ta rinë. Tani mua zbulua se unë kam dhënë surprizat e mia. Sa dhe thoja, ne kemi Prit tani surprizë, se- po nuk e di a do t'rregoj. Jo, po ju Do ta prandaj tregoj jeni surprizën këtu. unë, po. Tregoj Po surprizë. prandaj vazhdoj jeni ti. këtu. Ha, për të ekskluzivitet, jo nuk vija që për Do bëj zotin, shaka, bëj beton. shaka. Jo, është. Unë kam 6 muaj që përgatim për një telekomedi. Pa e kam atë pyetjen e kam. E ke? Kam Ah, marrë pa. vesh. Zona, ha? S'ka zona se kjo zoni ndryshe si Jo, s'ka këngë. gjë, s'ka gjë. E kam Do të skenari thonë, gati. ti do bësh një film tani. Do bëjmë një film. Është skenari gati? Po. Kush e ka bërë skenarin? Edi Oga. Miku ynë Edi Oga. Nga Elbasan. Po Edi Oga ka bërë dhe skenarin tim të parë të Gagacit me E ja besu me Edit se mblodhe me Beharin. Se Behari normal që të jetë protagonisti. Ju do luani të dy? Pa tjetër. Telekomedita, Është histori dashurie? Apo është Histori dashurie. histori Thjesht familjare? kemi ardhur në kohë. dua të flasi që Kesi, se Kesi tregon të vërteta më të sinqerta. Jo, është Edi dhe- ajo që sapo tha babi, domethënë, thjesht është pak më Shko nuk mund të sinema. 2025. Domethënë ajo Nuk mund të sinema atë që ishte, se thoshte për 4 minuta më pa e tani Edi, ke për ke pak sjell më për një film. Për 4 minuta kemi parë një film. Po. Edhe shumë vështirë ti rrish ti referohesh asaj gjëje që ke 4 bërë. minuta të historisë tënde, është sa një film. Ka qenë videoklipi i parë, domethënë kur doli kënga në fillim u kuptua. Tani do sjell diçka të re, kemi sjell diçka të re. Gjithsesi do ta dërgoj skenarin ta lexosh. Sa bukur. Kesh informacion. Shumë interesante do jetë. Sabian, atë ka ndodhur? Një sekond, Oh, tani sorry, kur sorry. keni ndërmend ta xheroni? Do fillojmë sa më shpejt. Sa më shpejt. Para vitit. Aktorët kryesor Behari, ti, Dari Kesi. unë, Kesi po, Rita Lati, Po, e Kemi, kem dhënë një ja, rol. Do që ka komedi domethënë, ë? komedi. Ka muzikë brenda? Patjetër duhet të ketë dy Ka dhe këngë të muzikë. reja, do fuzim dhe të vjetra. Në brenda historisë Brenda së filmit, ë? Shumë mirë. Më vjen shumë mirë për këtë që sepse Po sido që sjell të diçka jetë, të timin ekskluzive. Se ajo është patenta ime, kështu që nuk është se po bëj thjesht një film i sforcuar, se po bëj tjerë të film, bëj edhe unë. ti do jesh dhe producenti. Thjesht ajo është si këngë, është aktualitet, ajo do jetë aktualitet gjithmonë. Gjithmonë do ketë Qeros në jetë, Qeros, do ketë. me flok ti. Do Të ketë Do beton e protagonist? kam pyetur për këngën. Se nuk Protagonist? bën një remake të Tullaçit dhe ky thot po bëj një film. Po. E kupton ku jemi? Dgjoj, po mbase nuk ishe vëmendshme çfarë tha, do i kthem gjithë këngëve të vjetra, do i Po ribëj. pra po, dakor, po Dhe jo ti bëj film. ti, po gratuitë ty që bëj ti ai mendoj që ti po aludon për filmin, po ja që që ka e vërtet. Okej. Po mirë, Tullasin kush do luajnë film? Behari si gjithmonë. Do ta qesh, do ta rrugë, edhe Po mos e pse një o kemi një lezetshëm. qeros gati? Jo, Behari është aktor brillant, i ri, ai film do të ri shumë mirë me Është Behari. vërtet, është vërtet. Shko, edhe kjo si ofertë duhet të ekzistojë. Do të jetë dy tre tullec brenda. Mund të ketë 2-3 qerosa brenda, dhe mund të ketë kështu. do marrë fare. Kesi të Ti si rishëm ti vjen dashuri me qerosa apo me flok? Jo, unë s'kam lidhje fare. Ti me dashuri? Ti Ti je tjetër komplet, ha? Okej, në rregull, shumë mirë. Sabian, Ti kthehemi këngës tash. Mendon ti që brezi i ri është më i talentuar se brezi i vjetër apo ju vazhdoni të jeni akoma në top Nuk ka mas listën e talenti, artistëve? se kjo është, nuk ka mas talenti. Ne kemi qenë përkushtoheshim pak më shumë se kishim edhe teknikat, e kishim më dopta. Por nuk ka mas talenti. Brezi i ri, besoj se talentin e ka njësoj, thjesht janë më të përkëdhelur, janë më I ka digital. gjërat më shumë gati tani. Janë më digital, nuk është. Shime ç'a ndodhi Nuk ka mua. mas ajo që brezi i vjetër shumë i talentuar, brezi i ri nuk është i talentuar. Se kemi Thjesht janë shumë pak ju artist, janë shumë më të debela, talentuar. janë Më të suksesshëm janë këta të rinjt, më të suksesshëm. Po janë, shko, Nga janë gjitha rrjetet format. sociale, janë Rrjetet sociale digitalizimi ai që që e bën bën sukses, gjithë që bën këtë, më të po. pavarur. Se ne dikur ishim detyruar të bënim servilin nëpër televizion edhe për Të promovonit këngët e Sot e kanë më të lehtë, sot janë Sot dilin në janë për Instagram. televizion me vete, ec. Këtë po thoja, një miku im më shkruan që ndenja piva një kafe, tha një këngëtare shumë të njohur dhe për gjysmë ore tha realizum një këngë, thash si e realizuar. Po ja, u futëm ChatGPT, tham duam të bëjmë një këngë për dashuri, Na dha bëri tekstin? tekstin, dha tekstin, jo, po ja dërgoi ai me gjithë tekstin dhe me gjithë idenë tënde dhe të realizonte edhe muzikën dhe të gjitha. Me në kohën tuaj, ka qenë çdo gjë e gjallë, pra shpirtërore. kishe ti atë. Shko atë kjo këngë e re që ka ardhur, ka shpirtërore, sa do ta bëj ChatGPT-ja. Nuk ka shpirt çati. Çati nuk ka shpirt, kështu që asnjë Gjithmonë do ta ketë vendin e konkurrojë. vet. Nuk konkurrohet. Shpirti s'konkurrohet. Mendoj unë muzikë. Patjetër, Teknologjia doja të dilja konkurrohet, që shpirti është më fast food sot Pa ndoshta. pas nuk, nuk e përgjigjsojmë, e lëm në vendin e vet. Vendin e vet. Gjithë shkallën e vet. Mirë, për ta se do mbylli këtë pjesë e parë. Sa punë ka prishur Big Brotheri? Përveç se më ka rregulluar punë. Ka një gjë që ka prishur punë? Asnjë punë? Absolutisht. Absolutisht që jo. Vetëm më ka rregulluar. Për shumë ka pas një gjë që të ka nxjerrë një gjë që ti s'ka dash ta merrte vesh askush që të ka dalë në Big Brother apo jo? Ka prishur me një shok me një shoqëri jo.
Po të them, përveç se më ka rregulluar. Përveç se të ka rregulluar puna s'pëlqej. Sabian, unë mbaj mend dy momente nga Big Brother i Sabianit që ka ndenjur gjatë nga qenë per. Një moment që nxjerr nga kishina Shele. Ka pas lene pa fund. Që po mbyte i zëndinte në. Ngritet dhe pastaj Po ja do ta transmetojnë çuna tani që ne flasim. Shumë mirë, ka gjë spektakolare. Dhe tjetri pati një sherr, nuk e di më kë pati. Më unikën. Olli Shau! Ku ti ke? Dhe pastaj shkoi ke dhoma dhe mori parfumi. Sa po i kishte televizion. U rregullu. Dy momente në Big Brother Shumë që mirë. unë. Po prandaj ka nevojë Big Brother për personazhe të tilla. Ajo ka qenë. Okej, a kam të drejtë keni? Ndërkohë ne kemi kaluar pak publicitetin? Ja, tani para se të shkojmë publicitet dhe një pyetje kam për Sabianin. A ka ndodhur ndonjëherë që fama dhe këto sukseset e tua dhe gjithë kjo karrierë e gjatë të ketë ty rënduar emocionalisht ndonjëherë? Ke patur në një moment të rënd emocional? Jo. Në ç'kuptim se Në kuptimin që Shiko. ka artistë të famshëm. Që do të heqë dorë për shembull? Që heq dorë një moment struket vete, do s'ka krimtari, s'ka dëshirë. Një moment të Shëndodhur, rënduar. Pyetja është shumë e bukur. Shiko, kur kam filluar karrierën, kam qenë i suksesshëm dhe në jetë. Nuk është se më bëri ndonjë diferencë të madhe përveç se njohjes më të madhe. Në jetën time isha i suksesshëm, kam pas sukses në atë që unë mendoja që isha i suksesshëm, isha i ngopur, i mbushur. Thjesht që më hapi backgroundin. Por gjëja më e bukur që unë kam paralel me familjen. Sepse unë nuk jam fokusuar vetëm në karrierës. Domethënë vjen suksesi, ndaja suksesi me njerëzit e mi, kisha më ke ndaja suksesi, nuk e akumuloj çdo gjë për vete. E kuptoj. Keis për ty kur të erdhi dëshira për të marrë me art, me muzikë, me kriju këngë? E kam patur gjithmonë dëshirën. Po, merrte shumë Babi s'më ka lënë kur isha i vogël. Ja. Ai gjithmonë më ka pas thënë, nëse ti ke dëshirë të merresh me muzikë, vazhdo. Nëse ke dëshirë të merresh me diçka tjetër, prapë vazhdoja. Unë do jem gjithmonë pas teje. Por unë te kjo pjesa e famës jam bërë shumë papritur në fakt. Nga një portal i marr, ka qenë një intervistë e babit, edhe aty shprehin që kam një vajzë kaq vjeç. Po, edhe filloi domethënë shumë papritur, kam qenë gjimnaz, adoleshente. E mora pak shumë me sikletë, se thash. Kise ka qenë vajzë e bukur që e vogël, që edhe njerëzit e... Se ndoshta atëherë nuk e kuptoj që janë vajzë Sabianit, edhe për mua ishte shumë normale, kupton? Edhe mediat e kanë përgëdhelë më të dhe unë se kam pas privilegjin e Kejsit. Normale. Ti i thret babi apo i thret Sabi? Babi, ndonjëherë Sabi, babo i them gjithmonë edhe telefon. Po, hyrja juaj në Big Brother i përmirësoi më shumë marrëdhëniet apo i As përmirësoj. Të stepin që Jo. Unë e kam momentale atë, nuk e skutet për baja, më një më që për tine. Çdo gjë që ndodh besoj që marrëdhëniet forcohen mbas një ndodhije mund të. Jo, do të them diçka, jo hyrja, se shumë njerëz besojnë, shumë njerëz, por gjithë publiku e ka marrë sikur hyrja aty brenda që Kisi mos u merr. Jo, ai e ka patur gjithë gjën me banorët aty brenda. Disa personazhe që po intimidoni, që po shtynin drejt asaj gjë. Po të gjë, lidhu, puthe. Nuk ishte Kisi. Është një moment. Ishin disa të tjerë aty që po ma shtynin vajzat, nuk ishte asgjë me vajzën ose me djalin. Do të isha unë aty brenda. Kush ishin ata? Unë s'isha kundra marrëdhënieve, është fëmijë, është 24 vjeç, është rritur. Po nuk është se bëra diçka që ti ulësh. Unë i kisha me personazhe të tjerë që ma intimidoni vajzën. Ata e dinë vetë kush janë, edhe dinin edhe kur isha aty brenda, kështu që. Dhe pyetja përpara publicitetit është, a jeni gati për të hyrë në Big Brother 5? Ai po. Po gati më. Unë t'i ka vënë për Terezi. Ky Sabiani edhe të bën ta kështu që nuk i pëlqen Kesi dhe Kesi. Babi. Do ishte shumë e bukur. Shumë e bukur. Më mirë ti. Kujdesi për Sabianin. Big Brotherista ka surpriza. Ndryshe, në Top Albania Radio.